për vrasjen e Zahir Pajazitit. E pash kur gjujti një i zi, një policista, më çka ishte, e ndjeve dhe policin kur tha, ai që duhet, tha është. Pa thash, me siguri dikush e ka lajmëru, e ka shpionar dikush, thash edhe e kanë gjujt. E në kohën e fundit, në rasti për vrasjen e Zahir Pajazitit. Unë e kam qenë keri 4 në rrugë, neve në kaloj një lada, nuk e pash sa vet ishim menda, 2-3 nuk e pash sa vet, ish me shpejtësi të madhe. Mbas ladës policia. E ne ishim ke fshati Nadakovs, atje ka edhe përmendorin ja kanë bua atje. Edhe e pash kur gjujti një i zi, një policista, më çka ishte Ashkalia, çka ishte nuk e di, a mund të ishte edhe sërb, nuk e di se nuk e pash mirë une. Mas andaj ato neve nuk na lanë të afrohemi afër. Kush on çka është, merr vesh. Nuk e dishim se kush çka ka ndodhur, pse kërsitën ato. Ama mu më shkoj mendja se unë ku pas dhimbje në atë rast, më shkoj mendja se dikush është pitonet dhe një i madh. Pa thash me siguri dikush e ka lajmëru, e ka shpionar dikush. Thash edhe e kanë gjujt. Masë ne policia me të madhe u bo, tha, ju dhe të ktheni, tha prap, këtu tha më nuk ka deportim, edhe në kthej neve prap. Unë hina në vushtri, pe vushtris, rash shkova për ndërvar poshtë, edhe dola për ke centrala, ke në Biliq. Pio Biliq i ardhëm Prishtinë në atere. E që kjo ka qenë për punën e Zahir Pajazitit. Asje automatikun e ndjeva kër gjujtën, e ndjeva dhe policin kër tha, ai që duhet, tha është. Do me thonë do kanë pas diçka, i kanë lajmëru. Ka pas diçka se nuk ka qenë e kot, pa lidhje. Edhe ai polici sërbisht, sa ai që duhet është. Thash më se përmendur edhe sërbisht edhe shqip, që kjo ka qenë me ato, ke Zahir Pajaziti. Masa ne, që s'na lanë të him, këshirim neve, na këthin poshtë, nuk e pash bashmir kush është mrenda. Mas i dulëm vushtri, e nitëm ne ku dola ndërvare, gjë kom do shak une, ato pleshte përmendën, thare, më duket se e kanë vrarë Zahir Pajazitin, e kanë lajmëruar.